Me nisjen e alergjive stinore të pranverës, mjekët këshillojnë kujdes më të madh në këtë periudhë, ndërsa qytetarët në Korçë tregojnë më të rregullt me konsultat dhe mjekimin. Keni vuajtur nga alergji? Shumë. Kam pasur një rinit alergjik agresiv në undë, nga 14 vjet, më ka operuar, më ka hequr mishrat e undëve dhe kam qenë mirë. Çfarë shqetësime ju ka sjell alergjia? Rrjedhje undës pa pushim, mbajtje fryme. Nësa tash i kam të tjera, kështu po jo. Vuani nga problemet e alergjisë? Jo. Në familje po. Çfarë shqetësime kam pasur? Në këtë periudhë rëndohet më tepër? Si e kanë trajtuar? Me medikamente ose me ilaçe popullore. Normale duke u rekomanduar nga mjeku i familjes. Se tani nuk kemi patur alergji si familje. Mjekët alergolog shpjegojnë se polenet në ajër janë ndër shkaktarët kryesor të simptomave si të kruarja e syve dhe vështirësitë në frymarrje dhe këshillojnë qytetarët që në rast të shtimit të tyre të konsultohen me mjekun. Pacientët që janë të konfirmuar me alergji kanë marrë këshillat, megjithatë unë i kam rekomanduar që në fillim të sezonit mirë është që një konsultë patjetër që duhet të bëhet. Kurse personat që paraqitin simptomat që lidhen me rrufën e të shtitura me rrjedhje të undëve gjithmonë që zgjatin për më shumë se disa ditë, fillimisht të paraqitet tek mjeku i familjes dhe pastaj tek alergologu për të konfirmuar nëpërmjet testeve të lëkurës të alergjisë dhe të marrin mjekimet përkatëse. Agulli këshillon personat alergjik të tregojnë kujdes të shtuar në ditët me erë dhe për qëndrim të lartë poleni në ajër, të shmangin qëndrimin e gjatë në ambiente të hapura dhe të ndjekin rekomandimet mjekësore për të mbajtur nën kontroll alergjit gjatë gjithë sezonit.